Kreu i emergjencave civile Aki Çako ka inspektuar situatën në urën e Mifolit në zonën e Novoselës, kjo dhe referuar gjendjes në lumin Vjos dhe rrezikut për daljen nga shtrati. Çako ka theksuar se kjo zonë vetet pikë nevralgjike referuar prurjeve të lumit Vjos, ndërsa situata është nën monitorim edhe në jug të vendit si Gjirokastre me Maliaj për prurjet e lumit dhe situatat që mund të krijohen. Edhe pasditja është parashikuar me rreshje ndaj dhe qëllimi mbetet për të qenë në gatishmëri me të gjitha strukturat, u shpreh Çako. Informojmë gjithë publikun se gjithë sistemi i mbrojtjes civile në Shqipëri tashmë është i ngritur në gatishmëri të plot për të siguruar menaxhimin e situatave të rreshjeve në shkallë vendi. Momentalisht jemi në urën e Mifolit, që është edhe pika më nevralgjike e shkarkimit të lumit Vjosa, cila përqendron që të gjitha prurjet e ardhura nga Gjirokastra, nga Përmeti, nga lumenjt edhe pse jo dhe të Greqisë. Për momentin jemi në një situatë në kontroll, pasi edhe nivelet janë në rritje, por vlerësimi bëhet mbi bazën e prurjeve që maten në barometrat e Përmetit dhe të Memalia, ku mund të informojmë se nëpërmjet kemi një stopim ose ulje të nivelit të prurjeve dhe në varësi edhe të kohës të rreshjeve të cilat janë ndërprerë për zonën e jugut në Gjirokastër në këtë, por gjithsesi të gjitha strukturat, që gjitha mjetet dhe pajisjet në dispozicion të gjithë sistemit dhe të institucioneve janë në dispozicion. Kemi ngritur në alarm gjithë forcat në mbështetje, qoftë ato të sistemit të mbrojtjes civile në nivel kombëtar, qoftë edhe nga njësitë e pushtetit vendor, bashkitë respektive të Vlorës, të Fierit, të Belenës, të Gjirokastrës edhe të Përmetit, por edhe me drejtimin drejt për së drejti të prefektëve. Ne jemi aktualisht me prefektin e qartë të Vlorës dhe në gatishmëri të plotë të gjitha strukturat edhe të Fierit. Shpresojmë që prurjet të jenë në nivel të kontrollueshëm, ndonse duhet theksuar që një impakt pozitiv kanë edhe investimet ndërkohë, në cilat kanë mundësuar përqendrimin e shkarkimeve drejt për së drejti për mos të dalë në tokat bujqësore apo dhe në zonat e banuara. Ka disa ditë që normalisht kemi njoftuar mbi bazën e planit kombëtar të emergjencave civile, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, në kontakt dhe në komunikim me prefekturat dhe me bashkitë, të cilët kanë përditësuar dhe vazhdojnë të përditësojnë planet e emergjencave ditë për ditë mbi bazën e informacioneve, duke angazhuar që të gjitha strukturat. Atë është një parashikim i cili përqendrohet ose koncentrohet mbi bazën e të gjitha informacioneve që vijnë nga shërbimet sinoptike dhe meteorologjike, qoftë në nivel vendor, kombëtar apo dhe ndërkombëtar. Pritshmëria më e madhe ka qenë e këtyre ditëve, por deri dhe sot pasdite, por gjithsesi kjo nuk ka të thotë sepse gjithë java është e parashikuar me rreshje të konsiderueshme dhe deri dhe datën 22 pritën një intensitet i lartë pothuajse në gjithë vendin, ndaj dhe gjitha institucionet, kapacitetet janë të ngritura në këmbë dhe janë gatishmëri. Këto ditë kanë qenë me rreshje intensive, por sipas parashikimit edhe ditët në vijim do të kenë sërish rreshje, ndaj gjithë vëmendja sipas Çakos është në terren. Kreu i emergjencave preku dhe situatën në qarkun e Vlorës ku në Delvin dhe Finiq ka patur banorët evakuar. Sipas tij synohet stabilizimi i situatës, ndërsa ka theksuar se të gjitha strukturat janë gati nëse do të kërkohen evakuime edhe në fshatrat e Novoselës. E vërtet ka pasur një intensitet të lartë në zonën e Delvinës, të Miqit, dhe aty ka pasur prezencë në tokat bujqësore kryesisht dhe në disa banesa, në 2-3 banesa ku është ndërhyrë, janë zhvendosur banorët që nuk kanë pasur probleme, nuk ka pasur probleme të prezencës ujit brenda në banesë. Edhe aty ka filluar rënja dhe ka filluar edhe stabilizimi, kemi dërguar dhe kemi forca prezente të ndërhyrjes të emergjencave civile dhe të forcave të armatosura, drejt për së drejti për çdo interes,
shpresojmë që dhe aty të stabilizohet situata dhe më pas të kalojmë në menaxhim ose në rehabilitimin e gjithë zonave të prekura. Tashmë ka disa kohë mbi bazën e manualeve të krijuara nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila procedon drejt për drejti me protokollet e mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane. Ne kemi komunikuar, startuar dhe orientuar drejt për drejti për mënyrën e zhvendosjes të ardhjes në ndihmë të banorëve apo dhe të njoftimit deri edhe evakuimin e banorëve nëse do të ketë nevojë, me ndërhyrjen e gjitha strukturave operacionale, pse jo edhe të policisë së shtetit apo të forcave të armatosura, por duke përfituar nga rasti dhe të bëj thirrje qytetarëve se gjëja më e rëndësishme dhe sigurisht prioriteti absolut është jeta e tyre, pastaj natyrshëm që vjen edhe pasuria, mjedisi apo dhe vlerë të tjera. Aktualisht niveli i lumit është rreth 5 metra, ndërsa vijojnë prurjet dhe orët në vijim do të jenë të rëndësishme për situatën në urën e Mifolit.